vjen një gjë zoti Tondoshi për Benet Becin në gjë që nuk e dim? Nga Spaku në lidhje me akuzat lidhura për korrupsion dhe shpërdorim detyre, bëhet fjalë për një tender që arrin gati 600 milion euro. Në kohën kur zoti Beci ka drejtuar korporatën elektroenergjetike shqiptare Keshe në 2019, me sa më kujtohet. Megjithatë, ai ende nuk është dënuar, është në një proces hetimi. Nga 600 milion euro më duhet si shumë shqipe gjigande. Është një tender, se unë kam parë dhe materialet hetimore. Është një tender i cili me disa lote, besoj se. Ekzistojnë prova për të cilat zoti Benet Beci i ka plotësuar vetë këto materiale të dosjes për tenderi në fjalë. Dhe, në fakt, ka dhe një emër këtë tender. Jo prova. Janë dyshime, prova. Janë dyshime dhe prova sepse janë materiale që janë në dosje. Prandaj thash prova. Atëherë, bëhet fjalë për... Po të ishe prova dhe ishe ndërshec? Dëgjoj, zoti Benet Beci ka marrë garanci që deri në zgjedhje nuk do të arrestohet. Me këto konspiracionet ka marrë atëherë Spaku që e ka... se ti je për në një vend tjetër vëlla, se për studio. Po na leo vëlla të flasëm. Po më lë vëlla të flas tani. Nuk e di unë me kamerë shtyp, po mua do më lësh të flas. Po jo më jo tjerë mos më drejto mua ashtu. Okej, pusho tani sa ta mbaroj unë dhe pastaj fol. Atëherë. Okej, jam i ftuar me atij dhe nuk të lej kërkosh falje për atë që the. Fjalë, të kërkoj falje. Dosja në fjalë quhet tenderi i Havardit. Ka marrë këtë emër për shkak të procedurave për të cilat është ngritur një tender i tillë që kishte të bënte me energjinë elektrike. Është 600 milion euro. Letrat janë bërë nga Benet Beci në bashkëpunim me Vis Biberaj. Vis Biberaj është një ish zyrtar tjetër i arrestuar vjet në mars për korrupsion dhe pastrim parash dhe në momentet që në telefonat e zotit Biberaj dhe bashkëshortes së tij janë gjetur SMS ku ai komunikon me zotin Beci në lidhje me pagesat që duhet të kalonin. Madje ka dhe terma, dy që janë përdorur jo bebe, s'kan kaluar parat. Të falenderoj për këtë informacion, doja vetëm certifikoja faktin e situatës juridike të Benet Becit. Jo, ka përshtypjen që zoti Doshi do të faqe mos ka në një precipitim. Jo, zoti Doshi e ka këtë informacion dhe sigurisht që e ka përdorur në një zonë ku gjithmonë ka qenë elektorati. Doa mos ka në një precipitim që i dëmton fushatën edhe po merr distancat, po nuk e di thashë se mos. Po sigurisht që kjo edhe mund ta dëmtoj. Por, e kuptoj. Zoti Beci. Unë e kuptova si strategji, se më sheta më tepër në analizë të meqes, që për shumë, kur do të marrësh votat, maksimalizosh votat, godet 2 kratë shumë fort. Beci e di... Godet dhe matës dhe djathas për të marrë maksimalizim. Dhe tani Tondoshi ka qenë mbështetës shumë i rëndësishëm i qeverisë Rama. Sigurisht që ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm, sepse ka bërë edhe ndroi pushteti. Por zoti Tondoshi ka informacione në lidhje me këtë gjë. Dhe vetë zoti Beci e di shumë mirë që procesi hetimor ndaj tij mbas zgjedhjeve do të bëhet serioz dhe mund të kemi dhe arrestim.